Ka një moment të shënuar në historinë e shumë njerëzve që përjetojnë bulimi ose çrregullime të ushqyerit. Nuk është gjithmonë një moment dramatik. Shpesh është i qetë, pothuajse i padukshëm. Është momenti kur ushqimi shndërrohet në një mënyrë për të përballuar diçka tjetër, një tension të brendshëm, një ndjenjë pa kënaqësi ndaj vetes, një përpjekje për të kontrolluar diçka që duket se po del jashtë kontrollit. Së jashtmi, jeta vazhdon normalisht. Personi mund të qesh, të punojë, të studiojë, të jetë pjesë e një familjeje dhe një rrethi shoqëror, por brenda mund të zhvillohet një konflikt i vazhdueshëm mes impulsit për të ngrënë, ndjenjës së fajit dhe përpjekjes për të rikthyer kontrollin. Pikërisht këtu nis historia e bulimisë. Përshëndetje, si gjithmonë jam unë, Dr. Skedi Faria, themeluesi Kate Day Hospital, dhe sot do të flasim për bulimin, një çrregullim i të ushqyerit që shpesh mbetet i heshtur dhe i keq kuptuar. Kur përmendet çrregullime të tilla, shumë njerëz mendojnë menjëherë për peshën trupore apo për sasinë e ushqimit që konsumohet. Por realiteti është shumë më kompleks. Bulimia nuk është thjesht një çështje ushqimi. Ajo është një gjendje që përfshin emocionet, raportin që një person ndërton me trupin e tij dhe mënyrën se si ai përpiqet të menaxhojë tensionin psikologjik që përjeton. Në terminologjinë mjekësore, bulimia nervoza përkufizohet si një çrregullim i të ngrënit që karakterizohet nga episode të përsëritura dhe të tepruara të ushqyerit. Gjatë episodit të ngrënies së tepërt, personi konsumon një sasi të madhe ushqimi në një periudhë relativisht të shkurtër kohe dhe shpesh përjeton ndjenjën se kontrolli mbi ushqimin ka humbur. Ky moment shoqërohet me një përqendrim intensiv te ushqyerja dhe me një ndjenjë urgjenci që shtyn personin të vazhdojë të hajë edhe kur nuk ka më uri fizike. Pas kësaj faze vjen periudha e kompensimit, një përpjekje për të neutralizuar kaloritë e konsumuara dhe për të shmangur shtimin në peshë. Personi mund të provokojë të vjella, të përdorë laksativ, të kalojë periudha të gjata pa ushqim ose të kryejë aktivitet fizik të tepruar. E ky cikël shpesh shoqërohet me ndjenja të forta faji, turpi dhe zhgënjimi ndaj vetes. Shumë persona që përjetojnë bulimi e përshkruajnë këtë cikël si një mospërputhje të vazhdueshme midis asaj që shohin të tjerët dhe asaj që ndodh në të vërtetë. Nga njëra anë ekziston përpjekja për të ruajtur normalitetin e jetës së përditshme, e nga ana tjetër ekziston një luftë e brendshme që përsëritet vazhdimisht. Shpesh personi premton vetes se kjo do të jetë hera e fundit, se nesër do të jetë ndryshe, por tensioni rikthehet dhe cikli fillon përsëri nga e para. Bulimia nuk ka një shkak të vetëm. Në shumicën e rasteve ajo lind nga ndërthurja e faktorëve psikologjik, biologjik dhe social. Nga pikpamja psikologjike, shumë persona që zhvillojnë bulimi kanë një ndjeshmëri të lartë ndaj kritikës dhe një prirje për perfeksionizëm. Vetëvlerësimi shpesh lidhet fort me pamjen fizike dhe me peshën trupore. Çdo ndryshim i vogël në trup mund të përjetohet si problem i madh dhe çdo dështim për të rritur standardin e dëshiruar estetik mund të krijojë një ndjenjë të thellë pa kënaqësie. Nga pikpamja sociale, presioni për të arritur një trup që përputhet me standardet e promovuara në media dhe në rrjetet sociale luan një rol të rëndësishëm. Jetojmë në një kohë kur imazhi është bërë esencial. Fotografitë, filtrat dhe krahasimi i vazhdueshëm me të tjerët mund të krijojnë një ndjenjë të përhershme se trupi nuk është mjaftueshëm i mirë. Kjo ndjenjë boshllëku dhe pa kënaqësie mund të shndërrohet gradualisht në një marrëdhënie konfliktuale me ushqimin. Ekzistojnë gjithashtu edhe faktorë biologjik që lidhen me mënyrën se si truri rregullon urinë, shpërblimin dhe kontrollin e impulseve. Disa studime sugjerojnë se në çrregullimet e të ushqyerit mund të ketë ndryshime në mekanizmat neurobiologjik që lidhen me mënyrën se si truri përjeton kënaqësinë dhe si rregullon impulsin për të ngrënë. Kjo nuk do të thotë se bulimia është vetëm biologjike, por tregon se ajo është një rezultat i një ndërveprimi kompleks mes trupit dhe psikologjisë. Pasojat fizike të bulimisë mund të jenë të rëndësishme dhe në disa raste edhe serioze. Të vjellat e përsëritura ekspozojnë ezofagun dhe dhëmbët ndaj acidit gastrik. Me kalimin e kohës, kjo mund të shkaktojë irritim të mukozës ezofagut dhe dëmtim të zmaltit dentar. Përdorimi i shpeshtë i laksativëve mund të ndikojë në funksionimin normal të sistemit tretës dhe në ekuilibrin elektrolitik të organizmit. Kur këto çrregullime bëhen më të theksuara, mund të shfaqen dehidratim, dobësi fizike dhe çrregullime të ritmit të zemrës. E në disa raste më të avancuara janë përshkruar edhe komplikime më serioze, si inflamacioni i pankreasit, dëmtime të ezofagut, çrregullime hormonale dhe probleme metabolike. Këto pasoja tregojnë qartë se bulimia nuk është vetëm një problem psikologjik. Ajo është një gjendje që mund të ndikojë drejt për drejt në shëndetin e përgjithshëm të individit.
Por një nga dimensionet më të thella të bulimisë është mënyra si personi fillon ta shoh veten. Por shumë individ që përjetojnë këtë gjendje, pasqyra nuk është një reflektim neutral i trupit, ajo bëhet një hapësirë ku kërkohen vazhdimisht defekte. Ku çdo detaj analizohet dhe ku rezultati shpesh është i njëjtë, ndjenja se diçka nuk është në rregull. Shumë persona që përjetojnë bulimi zhvillojnë një ndjenjë të vazhdueshme mospranimi ndaj trupit të tyre. Edhe kur të tjerët nuk shohin asgjë problematike, individi mund ta perceptojë pamjen fizike si të papranueshme ose si diçka që duhet ndryshuar. Vëmendja fillon të përqendrohet në detaje shumë të vogla të trupit, të cilat në mendjen e personit marrin një peshë shumë më të madhe se sa kanë në realitet. E me kalimin e kohës, trupi nuk shihet më si pjesë e natyrshme e identitetit, por si një problem që duhet korrigjuar. Kjo krijon një tension të vazhdueshëm mes mënyrës si individi percepton pamjen e tij të jashtme dhe mënyrës si do të donte të dukej. Pikërisht ky tension shpesh qëndron në qendër të përvojës psikologjike të bulimisë. Në këtë kontekst, është e kuptueshme pse disa persona fillojnë të kërkojnë zgjidhje në ndryshimin e pamjes fizike. Kur dikush përjeton për një kohë të gjatë pa kënaqësi ndaj trupit, ai mund të fillojë të besojë se ndryshimi i një tipari fizik do të sjellë qetësi ose lehtësim emocional. Kjo është një nga arsyet pse në disa raste njerëzit që përjetojnë vështirësi me perceptimin e trupit mund të zhvillojnë interes për ndërhyrje estetike. Por është shumë e rëndësishme të kuptohet një gjë. Kirurgjia estetike mund të ndryshojë formën një pjese të trupit, por nuk mund të ndryshojë marrëdhënien psikologjike që një person ka me vetveten. Nëse konflikti i brendshëm me trupin është i thellë, një ndryshim fizik nuk e zgjidh gjithmonë problemin. Në disa raste, pas ndërhyrjes mund të shfaqet një fokus i ri kritik mbi një detaj tjetër të pamjes. Për këtë arsye, në mjekësinë dhe kirurgjinë estetike është bërë gjithnjë e më e rëndësishme që pacienti të shihet në mënyrë të plotë, jo vetëm nga ana fizike, por edhe nga ana psikologjike. Qëllimi i një ndërhyrje estetike nuk është të ndjek një ideal të pamundur të përsosmërisë. Qëllimi është të përmirësojë harmoninë dhe të kontribuojë në mirëqenien e pacientit. Bulimia është një gjendje që kërkon trajtim të strukturuar dhe multidisiplinar. Në shumicën e rasteve, trajtimi përfshin psikoterapi, udhëzim ushqimor, madje edhe trajtim farmakologjik. Psikoterapia ndihmon individin të kuptojë mekanizmat emocional që qëndrojnë pas ciklit të ngrënies dhe kompensimit. Këshillimi ushqimor ndihmon në rikthimin e një marrëdhënie më të shëndetshme me ushqimin dhe në stabilizimin e ritmit të ngrënit. Mbështetja e familjes dhe e mjedisit social është gjithashtu shumë e rëndësishme. Kur një person ndjen mirëkuptim dhe pranim, ai ka më shumë mundësi të kërkojë ndihmë dhe të përballet me vështirësitë. Në të kundërt, stigma dhe gjykimi mund ta shtyjnë individin të izolohet edhe më shumë dhe të vazhdojë ciklin e heshtje. Është gjithashtu e rëndësishme të kuptohet se bulimia nuk është një gjendje nga e cila një person mund të dalë vetëm me vullnet. Ajo është një çrregullim që kërkon ndërhyrje profesionale dhe mbështetje të strukturuar. Sa më herët të njihet dhe të trajtohet, aq më të mëdha janë mundësitë për rekuperim. Në fund të fundit, bulimia nuk është thjesht një çrregullim i ushqyerit. Ajo është një shenjë që tregon se marrëdhënia mes trupit, emocioneve dhe vetvlerësimit është bërë e paqëndrueshme. Trupi ynë nuk është një projekt që duhet përmirësuar pafundësisht. Ai është një pjesë e identitetit tonë dhe meriton respekt, kujdes dhe mirëkuptim. Kur kjo marrëdhënie bëhet më e shëndetshme, shumë nga konfliktet që ushqejnë bulimin fillojnë gradualisht të zbuten. E nëse kjo video ju ka pëlqyer, mund ta ndani me të tjerë, ta pëlqeni, të komentoni dhe të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube për më shumë përmbajtje të ngjashme. Faleminderit që na ndiqni dhe që jeni pjesë e këtij komuniteti të vyer